Është quajtur shtëpia e bardhë fluturuese, një fortesë e pathyeshme në 45.000 këmbë lartësi që mbron njeriun më të fuqishëm në botë. Por a e dilit se Air Force One fsheh sekrete që sfidojnë imagjinatën? Nga dhomat e operacioneve kirurgjikale e deri te sistemet që mashtrojnë raketa bërthamore, ky nuk është thjesht një avion, është një makineri mbijetese. Sot do të zbulojmë rregullat strikte dhe teknologjinë e frikshme që e bëjnë këtë mjet fluturues më të sigurtin në planet. Qëndroni me ne, sepse ajo që ndodh brenda këtyre mureve të çelikta do t'ju lërë pa fjalë. Air Force One është shenja e thirrjes për çdo avion të forcave ajrore të SBA-s që transporton presidentin. Ideja daton që nga lufta e dytë botërore, kur udhëtimi shoqërohej me rreziqe serioze për komandantin e përgjithshëm. Kështu një avion special u caktua për fluturimet presidenciale. Ajo traditë vazhdon edhe sot me Air Force One, që luan një rol kyç, i mbështetur nga rregulla strikte të dizenjuara për të mbajtur presidentin të sigurt në ajër. Ka mjaft rregullore pak të njohura brapa skenave, të gjitha të fokusuara në sigurinë dhe operimin e rrjedhshëm. Vazhdoni të shikoni për të mësuar se çfarë bën Air Force One avionin më të sigurt në botë. Dhe para se të zhytemi në detaje, vazhdoni dhe goditni butonin like, bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende dhe shtypni zilen në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga historitë tona të ardhshme. Për të ulur mundësinë e çdo kërcënimi lidhur me sendet personale të presidentit, paketohen bagazhe rreme së bashku me ngarkesën reale. Ky hap shtesë ndihmon në parandalimin e ndërhyrjeve ose vjedhjeve dhe lejon ekipit të sigurisë të qëndrojë besim plot ndërsa avioni bëhet gati për nisje. Ashtu si vet avioni, çdo artikull i ngarkuar në bord kontrollohet me kujdes nga lart poshtë. Edhe pse është një nga avionët më të famshëm në botë, Air Force One përpiqet të mos tërheqë shumë vëmendje gjatë uljes. Motorët e tij dhe rruga e fluturimit mund të rregullohen për të fluturuar më qetësisht, veçanërisht mbi shtëpi dhe lagje. Kjo ndihmon në shmangjen e panikut në zonat pa njohura dhe i mban misionet e ndjeshme më diskrete. Air Force One duhet jetë në gjendje të lidhet me forcat ushtarake kudo, në tokë, në det ose në ajër. Në raste të rralla, madje edhe në ndecet mund të kalojnë përditësime urgjente ose paralajmërime sigurie. Këto komunikime trajtohen përmes kanaleve radiofonike të sigurta, duke u siguruar që ekuipazhi të mund të veprojë shpejt në një krizë. Kur niveli i kërcënimit të rritet, një avion mashtrues identik mund të fluturojë me Air Force One. Ky truk ndihmon në fshehjen e vendodhjes aktuale të presidentit, duke reduktuar shanset për një sulm të synuar. Këta mashtrues nuk duken vetëm njësoj, ata fluturojnë në formacion dhe vëzhgojnë edhe për rrezik, duke mbajtur presidentin më të sigurt derisa udhëtimi të përfundojë. Çdo kush në bord, nga pilotët deri ekuipazhi i fluturimit, është pjesë e ushtrisë së SBA-s. Ata janë të trajnuar posaçësh për të menaxhuar urgjencat me të njëjtin fokus dhe disiplinë që do të përdornin në një bazë ushtarake. Ata gjithashtu njohin hollësitë e komunikimit të sigurt dhe kontrollet të avionit, të dyja kritike për mbajtjen gjërave të sigurta. Air Force One fluturon shumë mbi rrugët normale të linjave ajrore, ndonjëherë arrin deri në 45.100 këmbë lartësi. Kjo e bën atë larg trafikut të ngarkuar ajror dhe e bën më të vështirë për çdo kërcënim që të afrohet. Këto rrugë të larta dhe izoluara ndihmojnë gjithashtu presidentin të arrijë atje ku po zgon më shpejt dhe pa vonesa. Për të mbrojtur kundër sulmeve nga ajri ose toka, Air Force One përdor sisteme mbrojtëse infra të kuqe të teknologjisë së lartë. Këto mjete mund të dallojnë raketa që ndjekin nxehtësinë dhe të lëshojnë flakra që konfuzojnë sensorët e tyre. Është një masë e fundit që përdoret vetëm në situata ekstreme, por mund t'i jep ekuipazhit sekonda jetike në një urgjencë. Problemet mjekësore nuk presin kohën e dur dhe kjo përfshin filturimin në 30.000 këmbë lartësi. Kjo është arsyeja sepse çdo fluturim përfshin një rezervë të plotë të furnizimeve mjekësore dhe një mjek të trajnuar. Ka madje edhe një dhomë spitali në bord, kështu që nëse dikush ka nevojë për kujdes urgjent, ata mund të stabilizohen menjëherë derisa avioni të mund të ulet i sigurt. Të dish saktësisht se sa peshon avioni është kritike si për sigurinë, ashtu edhe për performancën. Kjo është arsyeja sepse çdo kush, po, edhe presidenti, peshohet para se të hipë në bord. E njëjta gjë vlen për çdo ngarkesë, dhuratat dhe pajisjet. Të gjitha mblidhen për të siguruar që avioni fluturon brenda kufive të tij të sigurta operativ. Nuk është konfirmuar kurrë zyrtarisht, por shumë besojnë se Air Force One përfshin kapsula shpëtimi urgjente në rast se një skenari të keq.
Këto do t'i lejonin presidentit të katapultohet dhe të ulet i sigurt nëse ndodh një katastrofë. Pavarësisht se ekzistojnë apo jo, ideja tregon sa seriozisht merret siguria. Filmi i vitit 1997, Air Force One, paraqiti një nga këto kapsula shpëtimi, gjë që ndihmoi në nxitjen e thjalethemeve të vazhdueshme. Që atëherë, njerëzit kanë pyetur se nëse ky detaj erdhi nga informacione reale, por deri më tani asgjë nuk është konfirmuar dhe mund të mbetet gjithmonë një mister. Air Force One ka një rreze prej 7.800 miljash, por kjo nuk do të thotë se është i kufizuar nga karburanti. Është plotësisht i plotësuar për rimbushje me karburant në mes të ajrit. Nëse është nevojshme, një avion botror tanker mund të takojë atë në qiell dhe ta rimbush me një sistem të tërheqshëm. Gjithë ky proces zgjat rreth 10 minuta dhe mban misionin në rrugën e duhur. Në rastet e një urgjence të madhe, Air Force One mund të dërgojë sinjale urgjente të sigurta. Këto mesazhe të koduara shkojnë në bazat mushtarake pranë, duke kërkuar ndihmë ose dërgojnë paralajmërime. Ky sistem siguron që ekipet ushtarake të mund të përgjigjen shpejt nëse presidenti ka nevojë për mbështetje. Air Force One është gjithashtu i pajisur me disa pajisje zbulimi serioze. Këto mjete të teknologjisë së lartë ndihmojnë ekuipazhin të vëzhgojë se çfarë po ndodh rreth atyre, të dallojë probleme të mundshme, madje edhe të ndryshojë planet e fluturimit në vend për të shmangur ndonjë rrezik. Avioni mban gjithashtu topin e futbollit bërthamor, atë valcë e njohur që mban kodet për lëshimin e një ataku bërthamor. Ajo stan me presidentin në çdo kohë, edhe në ajër, kështu që ai mund të përgjigjet menjëherë nëse shfaqet ndonjë kërcënim i madh. Ka gjithashtu pajisje portative të shkripëzimit. Në rast të një urgjence, ku uji çezmet mbaron, kjo pajisje mund të pastrojë ujin e detit përmes osmozës të kundërt. Në këtë mënyrë, uji i pishëm i sigurt është gjithmonë i disponueshëm. Para çdo udhtimi, ekspertët e motit kontrollojnë me kujdes parashikimin. Ata shikojnë kushtet e verës, dukshmërinë dhe stuhit potenciale për të siguruar se është i sigurt për të fluturuar. Edhe gjatë misioneve urgjente, Air Force One nuk ngrihet kurrë pa një rishikim të plotë të motit. Nëse është nevojshme, rruga rregullohet për të shmangur rrezikun. Të gjitha vaktet presidenciale kontrollohen përparakisht. Çdo pjatë përgatitet nga personeli besuar dhe i verifikuar dhe çdo përbërës kontrollohet 2 herë për sigurinë. Nëse ka edhe një shqetësim të vogël për diçka, ai vakt nuk futet në bord. Air Force One punon me JP-8, një karburant mushtarak të klasës së lartë që ndërtuar për performancë. Ai ndihmon avionin të operojë me efikasitet maksimal dhe ul mundësinë e problemeve me motorin. Nëse karburanti mushtarak nuk është i disponueshëm për ndonjë arsye, karburanti komercial i sigurt mund të përdoret si një rezervë e përkohshme. Për të mbrojtur kundër pulseve elektromagnetike, qoftë nga shpërthimet nukleare apo aktivitet diellor, elektronika e avionit është blinduar posaçësh. Kjo parandalon mbylljen e sistemeve kritike si komunikimi, navigimi dhe kontrollet e fluturimit në mes të ajrit. Duke qenë se është i rëndësishëm, Air Force One ulet gjithmonë i pari. Ai merr lejim të menjëhershme përpara çdo avioni tjetër. Në këtë mënyrë, lëvizja e presidentit qëndron e rrjedhshme, shpejt dhe sigurt, pavesur në pistë. Air Force One punon ngushtë me Marine One, helikopterin që gjithashtu transporton presidentin. Të dy ndjekin plane të rrepta sigurie me ekipet e tyre që koordinojnë çdo lëvizje. Kjo i bën transferimet midis avionit dhe lokacioneve toksore të shpejta, të sigurta dhe të menaxhuara me kujdes për të shmangur rreziqet në ajër. Air Force One qëndron jashtë rrugëve standarde tregtare. Rruga e tij ndahet me publikun, por është projektuar për ta mbajtur avionin jashtë qijeve të mbushur, duke reduktuar vonesat dhe duke qëndruar larg avionëve të tjerë. Ka gjithmonë 2 pilot ushtarak shumë të trajnuar në kontrolle. Në këtë mënyrë, nëse diçka i ndodh njërit, tjetri mund të marrë drejtimin menjëherë. Të dy pilotët janë mësuar me situata të presionit të lartë dhe qëndrojnë vigjilent për gjithë fluturimin. Air Force One nuk udhëton kurrë vetëm. Një avion i dytë identik ndjek çdo udhëtim. Nëse avioni kryesor has në një problem, presidenti mund të kalojë menjëherë tek tjetri. Ky rezerv gjithashtu mbart pajisje dhe qëndron në kontakt konstant me avionin kryesor gjatë gjithë kohës. Shumë njerëz e quajnë avionin e presidentit Air Force One pavarësisht se çfarë, por ai emër vlen vetëm kur presidenti është aktualisht në bord. Nëse ai nuk po fluturon, avioni është thjesht një tjetër avion ushtarak.
Sapo ai shkel përsëri brenda, shenja e thirrjes bëhet zyrtarisht Air Force One përsëri. Kur zonja e parë ose zëvendës presidenti po fluturojnë në avionin presidencial, shenja e thirrjes ndryshon në Air Force 2. Kjo ndihmon në tregimin e statusit të tyre të lartë, ndërsa emri Air Force One rezervohet vetëm për kur presidenti është në bord. Air Force One shpesh shoqërohet nga eskorta ushtarake gjatë misioneve me rrezik të lartë. Avionët luftarak mund të fluturojnë pranë, duke vëzhguar për çdo kërcënim ajror. Ndërsa ata janë gati të përgjigjen në luftime nëse është e nevojshme, puna e tyre kryesore është të qëndrojnë vigjilent dhe të veprojnë shpejt nëse ka ndonjë shenjë rreziku. Për shkak se presidenti mund të ketë nevojë të largohet në çast, Air Force One mbahet gjithmonë gati për fluturim. Ai qëndron plotësisht i furnizuar me karburant, i përgatitur dhe me personel në çdo kohë, kështu që mund të ngrihet pa vonesë kur vjen urdhri. Çdo detaj i mirëmbajtjes së Air Force One është i klasifikuar. Edhe riparimet e vogla trajtohen në fshehtësi totale për të siguruar që asnjë dobësi të mos ekspozohet kurrë. Kjo e mban avionin të sigurt dhe parandalon që informacione të vlefshme të bien në duar të gabuara. Turet publike nuk lejohen në Air Force One. Rreziqet, qofshin vonesat, ndërhyrjet ose zbulimi i sistemeve sekrete, janë thjesht shumë të larta. Thënë kjo, avionët e vjetër dhe replikat ndonjëherë mund të shihen në muze, për ata që janë kurioz për historinë e tij. Air Force One nuk është vetëm për udhëtim, është gjithashtu një vend i sigurt për të kryer punët e qeverisë. Ai mbart dokumenta të klasifikuara dhe ka mjetet e nevojshme për të drejtuar biznes zyrtar gjatë fluturimit. Vetëm disa njerëz, shumë të besuar, lejohen të kenë qasje në këtë material të ndjeshëm. Përpara çdo fluturimi, ekipet e sigurisë inspektojnë me kujdes fushën e aviacionit, përfshirë pistat dhe zonat e afërta. Këto kontrolle bëhen përpara mbritjes së presidentit, për të siguruar që procesi i uljes dhe hipjes shkon pa vonesë dhe sigurt. Siguria nuk ndalet pasi avioni është në ajër. Ekuipazhi qëndron vigjilent dhe bën kontrolle të rregullta për të kërkuar diçka të pazakonshme. Nëse diçka nuk duket në rregull, ata ndjekin hapat strikt të emergjencës menjëherë për të mbrojtur çdo kënd në bord. Air Force One qëndron gjithmonë i lidhur. Një sistem global i komunikimit të sigurt lejon kontakt konstant me udhëheqësit qeverisë dhe ushtarak. Nëse diçka shkon keq ose sistemi kompromentohet, ekuipazhi i fluturimit është trajnuar të përgjigjet shpejt, madje duke ndryshuar kurs ose duke ulur nëse është e nevojshme. Ndonjëherë, për arsye sigurie, Air Force One përdor një numër fluturimi të rem. Kjo ndihmon në mbajtjen e avionit jashtë radarit publik dhe siguron që vetëm personeli kyç të di vendodhjen e reale, veçanërisht gjatë misioneve të ndjeshme. Ndryshe nga shumica e avionëve, Air Force One nuk përdor numra bishti që mund ta identifikojnë. Kjo ndihmon në parandalimin e gjurmimit dhe tërheq më pak vëmendje, shton një shtresë tjetër sigurie për të mbrojtur presidentin kudo që ai fluturon. Air Force One zakonisht caktohet për ta dërguar presidentin kudo që ai duhet të shkojë, por kurdo që është e mundur, ai përmbahet hapësirës ajrore të kontrolluar nga ushtria e SBA-s. Ky lloj mjedisi ofron mbrojtje më të fortë dhe jep ekuipazhit terren të njohur. Për udhëtime ndërkombëtare, ka procedura të vendosura që lejojnë avionin të hyjë në hapësirë ajrore të huaj përmes marrëveshjeve diplomatike të miratuara. Çdo rrugë fluturimi për Air Force One planifikohet me kujdes paraprakisht. Ekspertët revizojnë verën, trafikun ajror dhe çdo kërcënim të mundshëm para nisjes. Këto rrugë të miratuara zgjidhen për të bërë udhëtimin sa më të sigurt dhe të qetë, ndërsa ndryshimet mund të bëhen gjatë fluturimit nëse shfaqen rreziqe të papritura. Avioni gjithashtu shmang fluturimin mbi qytete të mëdha kurdo që mundet. Kjo ndihmon në reduktimin e rreziqeve të panevojshme dhe shmang shkaktimin e shqetësimit publik. Ndërsa mund të kalojë mbi qytete urbane gjatë stërvitjeve ose rasteve të rralla fotografike, ato momente janë të planifikuara me kujdes dhe mbahen të shkurtra. Programi i udhëtimit të presidentit mbahet plotësisht konfidencial. Vetëm një grup i vogël individësh të besuar e di itinerarin e plot dhe edhe ekipi i Air Force One pritet të qëndrojë i heshtur. Ky nivel i fshehtësisë fillon shumë përpara se fluturimi të vendoset në kalendar. Siguria e avionit varet edhe nga njerëzit që e shërbejnë atë.
Çdo kush që vonton në Air Force One, qoftë tekniku, inxhinieri ose mbështetja gronda, duhet të kalojë një kontroll të rrept historie personale. Edhe flamuri i kuq i vogël mund ta skualifikojë dikën nga puna në avion. Në situata të rrezikshme, ekipi mund të përdor orare uljesh mashtruese për të shmangur ndonjë kërcënim. Këto hapa sigurojnë që vendodhja e vërtetë e presidentit të mbetet e mbrojtur në çdo kohë. Cilin nga këto rregulla ju duket më i çmenduri? A besoni vërtet se avioni ka kapsula shpëtimi si në filmat? Na tregoni mendimin tuaj në komente.